Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Ervina Gjanës, zyrtare së lartë të policisë së shtetit, e cila kërkonte kthimin e aparateve celulare të cilët janë sekuestruar nga SPAK në kuadër të hetimeve ndaj Akshit. Gjana, pasi u refuzua nga apeli, që vendosi t'i ktheheshin vetëm telefonat e fëmijëve, ju drejtua gjykatës e lartë për kthimin e sendeve të sekuestruara. SPAK, po në kuadër të hetimeve ndaj Akshit, ka ushtruar kontrolle edhe në banesën e zyrtares, pasi sipas të dhënave, bashkëshorti i saj rezulton të ishte shofer i biznesmenit Ergys Agasi. Bëhet fjalë për shtetasin Renato Hristiq, që po ashtu është nën hetim nga struktura e posaçme. Për këtë çështje, masa sigurie janë vendosur ndaj 7 personave, mes tyre ish drejtoresha Mirlinda Karçanaj dhe zëvendës drejtoresha Hava Delibashi, ndërsa në kërkim vijojnë Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët SPAK i konsideron përfituesit kryesor të tendereve të Akshit. Sipas hetimeve, Agasi dhe Beqiri, bashkë me persona të tjerë, ushtronin presion dhe shantazh ndaj biznesmenëve për t'u tërhequr nga garat e tenderave.